Selam aleikum të nderuar shikues të podcastit të Miftynisë të Tovës, Mesazhi Islame. Kësaj radhe kemi një podcast pak më ndryshe. Me që shikojmë nëpër rrjetet sociale, por kemi edhe familjarë të cilët kanë mbaruar shkollat fillore, shkollat mesme, kështu është koha e maturantëve, lind pyetja për shumë prindër dhe shumë fëmijë, pasi që kemi mbaruar shkollën fillore, ku të regjistrohen. Dhe sot ne do t'ju japim një zgjidhje të gjithë atyre të cilët janë të interesuar se ku të regjistrohen. Pra, kësaj jave, në podcastin e sotshëm, do të flasim për një temë të bukur, do të flasim për medresen Isabeu. Kemi ftuar mysafir të cilët do na tregojnë për medresen nga dy aspekte, nga dy këndvështrime. Nga këndvështrimi i mësimdhënësve dhe nga këndvështrimi i nxënësve. Sot do të flasim pak për medresen e vajzave. Të ftuar në këtë emision apo në këtë podcast të sotshëm kemi një ndër profesoreshat e para që ka dhënë mësim dhe vazhdon të jetë profesoresh në medresen Isabeu, është prej fillimit të medreses Isabeu paralele a vajzave në Tetov, profesoreshën Halime Ibrahimi Shasivar. Pastaj, gjithashtu, për dallim prej podcasteve tjera, sot kemi 3 mysafir. Kemi 2 nxënëse të medreses, të cilave prezantimin do të valo vetë sot për dallim nga herët e tjera. Njëra është hafize dhe nxënëse gjeneratës, e tjetra është po ashtu edhe maturante. Ata do të flasin nga aspekti apo këndvështrimi i nxënësve se si është jeta në medrese, si mësohet në medrese dhe si përjetohet ndryshe në medreseja. Selam aleikum dhe mirë se erdhët në podcastin e kësaj jave. Aleikum selam, mirë se jete. Profesoresh, unë zakonisht e filloj pyetjen e parë me një mysafir që po sot kam 3, dhe me që medreseja është përjetim, që ju të gjithë besoj keni përjetuar, unë fillimisht do ta filloj këtë podcast duke ju dhënë kohë vajzave që të prezantohen dhe pastaj do të fillojmë inshallah me pyetjet. Urdhëroni. Atëherë faleminderit si fillim për ftesën. Unë jam Edina Shabani, jam nga fshati Lërc. Shkollën fillore e kam kryer në shkollën e fshatit Rametullah Ahmeti, kurse shkollën e mesme jam nxënëse në medresen Isabeu në Tetov. Ju? Unë jam nxënësja nga medreseja Amr Abdurrahimi, njëkohësisht jam edhe hafize Kuranit famëlar. Shkollën fillore e kam kryer në Naim Frashëri në Tetov dhe tani vazhdoj mësimet në medresen Isabeu, ku jam në përfundim të vitit të 4. Suksese me tutje në vazhdim. Faleminderit. Profesoresh, sot na japësh leje do të fillojmë pyetjet me nxënëset. Do të fillojmë me që është edhe tema është e tillë. Do t'ju bëj një pyetje që shumë vajza të cilët e shikojnë këtë podcast, shumë prindër të cilët do ta shikojnë këtë podcast, duan ta dinë. Çfarë ju shtyu që të zgjidhni medrese? Do të fillojmë prej te ju. Dëshira për të marrë jo vetëm një edukim akademik, por edhe atë shpirtëror, por edhe fillimisht që unë të ndjehem rahat se aty ku do të jem dhe prindrit të mi ndjehen rahat se ku do të jem unë. Faleminderit. Ju? Ideja për të marrë mësim jo vetëm për profesionin të cilën desha ta zgjedh, por edhe për jetën dhe për të ardhmen time, të përfitoj edhe vlera, desha të gjej një vend ku vlera dhe morali do ecin bashkë dhe aty në medrese e gjeta. Faleminderit. Profesoresh, tash do dalim te pyetja për ju. Si do ta përshkruani të rrugtimin e medreses Isabeu, paralel në vajzave në Tetov, përgjithësi? Bismillahirrahmanirrahim. Unë falenderoj Allahun fuqi plot për gjitha gjërat që na jep, po sot në këtë emision që jam mysafire, i nderuari Arsim, për mua është kënaqësi e veçantë për shkak të temës, për shkak të medreses, për shkak të institucionit. Më lejo që jam hera e parë mysafire në emisionin tuaj, të përshëndes për programin, është një ide dhe një punë shumë e duhur e momentit, ashtu si që në Ramazan ishin dhe tash vazhdojnë të jemi prezent dhe të jemi në shërbim të popullatës tonë dhe në hap me kohën dhe sfidat që na ndjekin. Medreseja, për të folë për medresen, me qenë se unë jam e kyqur në medrese që në fillimin, themelimin e sajt të paraleles e vajzave në Tetov, mirë po, kur flasim për medresen, unë vetë jam e shkolluar, kam kalu 10 vite shkollimit të teologjisë, po 4 vite në medrese kom qenë edhe në konvikt, të cilën
e ndjej unë si edhe shtëpin time dhe familjen time. Kështu që me siguri është caktim prej Allahut momentin që u hap paralelja në Tetov dhe ne filluam, u kyçëm. Ishte një, sikur çdo institucion që i ka fillimet e veta, a ka nevojë, a nuk ka nevojë, sfidat e fillimit të institucionit, mirë po me njëherë, me gjeneratën e parë, me generatat e dyta dhe të tjerat në vazhdim, ne e pamë se popullata jonë na pranoi shumë mirë, ishte shumë e nevojshme, nxënësit, interesimi, ku kemi pas një numër të madh të nxënësve, dhe pastaj filluan sukseset të lidhen njëra pas tjetrës të medreses së vajzave, paraleles së vajzave në Tetov, pra medreses Isaveu. Ka qenë një lehtësim i madh edhe për ata vajzat të cilat ndoshta kanë pasur dëshirë që të jenë pjesë e medreses, por për shkak të distancës, largësisë, nuk kanë mundur që të jenë pjesë e saj. Andaj ne falenderojmë Allahun dhe falenderojmë të gjithë ata që kanë kontribuar, një ndër ta jeni edhe ju, si një ndër profesoreshat e para të themelimit të medreses, që na mundsoi Allahu xhaleshanu dhe kontributi juaj që sot jemi këtu ku jemi, ta kemi medresen tonë, në qytetin tonë të bukur, dhe të gjitha ata vajzat që dëshirojnë të jenë pjesë e medreses, sot e kanë më të lehtë se kurrë. Falënderit profesoresh. Do të dalim te pyetja tjetër, që ka të bëjë me këtë rrugtim 4 vjeçar, që është për ju të nderuara nxënëse, pasi që më veceni në fund të këtij rrugtimi. Si ndjeheni që jeni në fund të këtij rrugtimi? Çfarë emocioni, çfarë ndjenje është të jesh maturante e medreses? Atëherë njëkohësisht ndjehem e lumtur dhe emocionale, është një kapitull shumë i rëndësishëm i jetës time që po mbyllet, por njëkohësisht ndjehem krenare për atë që kam arritur gjatë këtyre viteve. Sigurisht që është një emocion që nuk mund ta përshkruani. Po. Ju Hafize, si ndjeheni? Pasi që është edhe fundi më. Tani është një emocion i përzier, nuk di të them ndjehem e lumtur apo e mërzitur. E lumtur për arsye sepse arrit atë që dëshiroja që në fillim. Medreseja më ofroi shumë ngrohtësi dhe mësime të cilët do më duhen për jetën, po njëkohësisht ndjej edhe një nostalgji për arsye se medreseja ishte edhe një shtëpi e dytë për ne. Dhe tani që jemi në fund të vitit të 4, nuk po i themi një lamtu mirë medreses, por po i themi faleminderit për atë që na ofroi. Ti themi faleminderit është pak, sepse ajo që na ka ofruar medreseja, kemi edhe profesoreshën këtu, është diçka që ne nuk mund t'ja kthejmë, por duhet mundohemi gjatë gjithë jetës që të jemi në shërbim të brezave të rinj. Profesoresh, tash pyetja është për ju. Cilat konsiderohen si të arriturat më të mëdha të medreses që nga fillimi, me që jemi të potencuar prej fillimit medreses deri sot, duke qenë pjesë e saj, mund ta tregoni të arriturat më të mëdha të medreses? Po, ne me fillimin e paraleles së vajzave në vitin 2004, që në 2008 kemi edhe maturantet e para, kuptohet se medreseja, unë e kam pas fatin që të jem staf, profesor, do të thot i kyçur që në fillim, po kuptohet se unë mendoj të arriturat e medreses janë të kyçur një pjesë e madhe e antarëve të muftinisë, të cilët tash janë edhe më të ndjerë, që kanë ndruar jetë. Unë nuk do të kem mundësi t'i përmendit të gjithë, po janë ato para vitit, do të thot 2004, të gjithë funksionarët në riaset që kanë qenë dhe shumë gjatë kanë kërku dhe jonë mundu shumë që të hapet kjo paralele vajzave, ashtu si që cekët edhe më herët se më herët vajzat kanë qenë me korespondencë në Shkup, dhe largësia, sfidat, mos prezenca e ligjeratave të rregullta, gjitha këto i kanë pas ato mangësit e veta, po me fillimin e 2004 do të thotë mësimit të rregullt, unë mendoj se nuk u dasht shumë kohë dhe popullata muslimanët, besimtarët, të gjithë na kanë përkrah aq fuqishëm, saqë edhe sot e kësaj dite mendoj se secili do të kisha shku këtu edhe si individ, si person, mos flas për kuadrin, për hoxhallarët, për teologët, po edhe xhamatet tonë, antarët, gjinia femrore, po
edhe xhamatet e gjitha xhamive, si në vendin ton, po edhe në diaspor, të cilët më besoni, kur vije puna për medresen, ato çka është e nevojshme, as nuk pytin, çka duhet, si duhet, vetëm thot, ne jemi këtu dhe ju vetëm tregoni. Pra kemi pas një përkrahje të fuqishme nga të gjithë, po kuptohet, sikur se cili institucion që është i ri në fillim, i ka ato sfidat e veta, po me kalimin e kohës unë mendoj se ne prezentuam në popullatën tonë, në fakultetet tona, me nxënëset, me punë, me angazhim, dhe kjo sukseset tona flasin më mirë dhe për këtë i kemi dëshmitar, pra si studentet tona në për fakultetet të diplomuara e kështu me radhë, për sfidat që kemi arrit të i kalojmë. Unë mendoj si profesoresh që jam që nga fillimi e kemi një problem tash me kalimin e viteve, se ndër vite ne që në fillim deri sot kemi vëndu vetes një standard të lartë të arritjeve, të suksesit, të qëllimeve tona, të medreses, dhe tash me këto sfidat e fundit në arsim, të cilat ka shumë reforma dhe ndryshime, si kundër ndjehet nxënësi pak se është i stërngarkuar, duke i ditë edhe natyrën e medreses që i përfshin të gjitha lëndet që duhet t'i ketë një nxënës në këtë kohë, po duke i ashtu këtu edhe lëndet fetare që e kanë atë peshën edhe shpirtërore shumë të rëndësishme, duke fillu prej Kuranit, hadithit, tefsirit, histori islame, akaidit, fikut e kështu me radhë. Pra, për nxënësen në atë moshë të brisht që e kanë kur vinë në fillim, besoni pak ndjehet si rëndim, si angazhim, por unë si mësimdhënës e shoh se mame në vitin e 2, vitin e 3, ato e marrin rendin, janë të përqendruara me shumë vullnet, punojnë, mësojnë dhe elhamdulillah pastaj si maturante dalin me shumë sukses të lartë. Adoptohen me fjalë të tjera. Por kjo shihet edhe te rezultati. Adoptohen me punë dhe pastaj nëse nuk i angazhojmë ndjehen bosh. Ndjehen bosh. Kjo është arsye pse ndoshta po e them kështu medreseja është një ndër shkollat e dalluara, për shkak se kërkon shumë punë, shumë mësim dhe normalisht jep shumë rezultat. Po, do të kisha dash të ndërlidhem këtu, po, kërkon shumë punë, po që edhe vetë nxënëset e shohin se ja vlen. Me maturimin, me përfundimin, ato kur dalin në jetë, kur shohin se sa janë të përgatitura edhe për drejtimet ndryshme, atëherë me shumë dhurata, me shumë mirënjohje, vinë, na takojnë, na tregojnë dhe kjo na bën edhe më tepër neve na fuqizon që të vazhdojmë në këtë rrugë që jemi. Po, na jep edhe shumë vullnet. Me xhamatin e mrekullueshëm që kemi që kontribuojmë vazhdimisht në shkollat tona, padyshim se edhe ne kemi vullnet, por edhe nxënësat kanë vullnet që nesër atë mirësi që e marrin nga xhamati që kontribuojnë për medreset, për xhamit tona, t'u kthejnë me shërbim në edukimin e brezave të ri. Unë do të vazhdoj me pyetjet, tash disa pyetje i kam për Hafizin, disa pyetje i kam për Edinën. Pyetja radhës është për Hafizin, për Amrën. Kur u regjistrove fillimisht medrese, apo vendose që do të regjistrohen medrese, patë ndikim nga dikush, ndikim të jashtëm, apo thjesht ishte vendimi yt dhe ti e mendove, ti e vendose sepse, domethënë, kjo është më mira për mua dhe unë do ta zgjedh medrese. Atëherë, dëshira ime për medresen ishte që në fëmijëri, gjithmonë ndjekja shfaqjet e medreseve në xhami, aktivitetet që mbaheshin me medresen, gjithmonë ishte dëshira ime që në fëmijëri, po padyshim se nuk mungon të as edhe mbështetja e prindërve. Kam pasur fatin që t'jem edhe në rrugtimin e hifzit gjatë asaj periudhe, ku edhe hoxha më motivonte për një gjë të tillë, ku Falënderim. Ku shfrytëzoj rastin që edhe ta falenderoj hoxhën e nderuar, hoxhën Abdurrahman, ku gjithmonë e kam pasur edhe mbështetje gjatë këtij rrugtimi. Medreseja, pra do me thënë, ishte zgjedhja më e mirë për mua, duke mos pasur ndikim nga dikush apo shtytje, por ishte dëshira ime e plot. Allah është përbleft. Dhe ashtu si që e shoh edhe unë sot, jam dëshmitare i asaj duaj që e ke bë, asaj dëshire që e ke pas, Allahu të ka mundësuar që përveç medreses edhe hifzin e ke përfunduar,
dhe ka përfunduar një rrugtim, një pjesë të rrugtimit që gjithmonë ka pasur dëshirë. Lutem Allahun xhashanoj që edhe më tutje të të jep shëndet dhe të vazhdosh që të mësosh dhe të kontribosh në këtë vend. Amin. Pyetja tjetër do të jetë për Edinën, që ka të bëjë me paragjykimet. Profesoresh, siç e dim, edhe ju sot jeni këtu me ne dhe do të flasim për edhe për këtë pjesën e paragjykimit, me që shpeshherë paragjykohen nxënësit. Jo vetëm medreset, çdo drejtim që zgjedhin paragjykohen. Edina, kur i regjistruar fillimisht medreseja, ka pas frikë nga ndonjë paragjykim apo si të mënyra se si do të shohin njerëzit, sepse ke shkuar në medrese? Po, si çdo fillim i ri, kisha pak frikë nga e panjohura, por me kalimin e kohës dhe me mbështetjen e profesorëve dhe profesoreshave, ato shumë shpejt u zhduken. Do thonë, mbështetja e profesoreshave, familjes, ishte ajo që të ndihmoj që t'i kalosh të sfida. Faleminderit. Pyetja tjetër për Amrën. Si është dita e parë në medrese? Çfarë kujton nga dita e parë në medrese? Edhe pse kanë kalu 4 vite, por nuk besoj se harrohet dita e parë. Nuk harrohen ato emocionet të ditës së parë, edhe pse gjithmonë gjurmoja si është medreseja, por dita e parë i mban ato emocionet e veta, por mikpritja bëri më ndryshe medresen. Vajzat që ishin aty na thanë se në medrese ne funksionojmë një për të gjithë dhe të gjithë për një. Dhe me të vërtetë ashtu ishte, shoqëria e bënte më ndryshe medresen, duke mos anashkaluar profesoreshat të cilët me mundin e tyre e bën ende më të lehtë, për arsye se sicili nxënës i ka ato sfida të veta të cilët i kalon, por me ndihmën e profesoreshave duke mos kursyer as pak nga vetja e tyre, ne e kaluam këto 4 vite me shumë lehtësi. Alhamdulillah. Profesoresh, tash do dalim te ju, pyetja për ju. Me që Amra e cekjat ambientin e medreses, jetën e përbashkët që bëjnë vajzat gjatë 4 viteve, normalisht që këto gjeneratat që kanë kaluar, janë gjenerata, ndoshta ka dhe profesoresha kështu më radh, sa kanë kontribuar gjeneratat e kaluar, do thonë këtë vit është gjenerata 90, nëse s'gaboj, ato 18 gjeneratat e tjera, sa kanë kontribuar në ndërtimin e medreses, reputacionit medreses, zhvillimit medreses. Çfarë më thoni për këtë pjesë? Nxënësit, po dhe gjithë stafi pedagogjik, menaxhimi në përgjithësi i këtij institucioni, edhe pse ne kur flasim për një shkollë të mesme, me siguri nga shikuesit që na shikojnë edhe do të thonë po mirë, ka dhe shkolla me më shumë nxënës, siç janë gjimnazi, medicina, kështu me radhë, por ne me atë numër të nxënësve në vazhdimsi, njëherë prej në fillim që e kemi pastaj kur u plotësua 4 klasë, do të thotë të medreses pas 4 viteve, ku numri i nxënësve arriti edhe mbi 200 nxënëse, nga 2 paralele në secilin vit akademik, ishte shumë i madh, kontribut shumë të madh kanë dhënë, ashtu siç thash, stafi pedagogjik, menaxhimi, muftinia e Tetovës nuk duhet ta harrojmë, riaseti që ne funksionojmë si një trup, po nxënësit në veçanti me angazhimin e tyre, me kënaqësinë e tyre, me kontributin e tyre, dhe unë mendoj se ja vlen këtu ta cekim të krijosh një nxënës është imazhi, reklama më e madhe e një shkolle. Dhe ne nuk kemi një nxënës, po kemi shumë nxënëse me të cilat sot krenohemi. Ne si që dim edhe medreseja Isabeu edhe gjinjama shkollore, djemt, ku i kemi sot të kyqur, jo vetëm në sferën e teologjisë, pra në për xhami, po janë të kyqur edhe në për ministri, edhe në për shumë funksione tjera me përfundimet e fakulteteve të ndryshme, ashtu edhe të ne, nxënëset kanë bë një imazh dhe unë mendoj se zëri joni medresesë të Tetovës që të dëgjohet edhe jashtë kufive të Maqedonisë është kontributi vetë nxënëseve, të cilat kanë përfundu në universitetet botërore, po në përgjithësi të them, ne kemi nxënëse edhe në atë institutin e orientalistikës, fakultetin e orientalistikës në Austri, që është, të thot në Evropë, po kemi edhe shumë nxënëse të diplomuara
në Uludağ Universitesi që është në Bursa të Turqisë, në Istanbul Universitesi që është në Istanbul, Marmara Universitesi që është njëjtë në Istanbul, Ibni Haldoni Universiteti që është në Istanbul dhe shumë të tjerë, do thotë në gjitha këto qendra kemi ne nxënëse të përfunduara. Bile për mu si staf pedagogjik edhe si profesor është kënaqësi se ato edhe kanë vazhdu me arsimim, na kanë të i kalu neve arsim. Ato kanë përfundu edhe magistratura, kanë përfundu edhe doktorata, që ne kemi mbet me atë sistemin e vjetër që nuk kërkohe titull shkencor, kemi mbet me titullin profesor, ndërsa ato i kanë arrit të gjithë këto dhe titull shkencor dhe janë kthy në vendlindje, disa prej tyre janë të kyçura, një pjesë e madhe prej tyre më lejonin nëse ma lejon koha ta përshëndes edhe muftiun e Tetovës, doktor profesor Selver Gjemailin, i cili sidomos në kohën e fundit ka marrë një iniciativë shumë të duhur edhe me shumë entuziazëm i ri pas, që të punësoj sa më shumë mualime dhe gati të realizoj projektin edhe premtimin që shumë shpesh e përmend të ne në takimet tona, në mbledhjet tona që i kemi, që dëshira e muftiut tonë është që secila xhami të ketë edhe mualime të punësuar. Që shumicën prej kësaj e ka realizu, po vazhdon ky projekt të shkoj hap pas hapi të realizohet edhe në gjithë territorin e muftinisë të Tetovës. Pra nxënëset tona janë ato reklamuesit më të mirë edhe dëshmit e gjalla të themi më të shumta të cilat na prezentojnë neve si paralele e vajzave në Tetovë. Profesorish, kur e përmendet se nxënëset tona kanë arritur më shumë se ne, kjo më kujton atë pjesën, atë thënien që thuhet se dy persona në jetë janë ata të cilët duan që të arrish më shumë se vetja. Prindi edhe mësuesi i mirë. Ju e vërtetuat se jeni një profesoreshe mirë, por t'ju them diçka, ju dhe gjenerata juaj ndoshta nuk keni doktor, profesore, titujt mëdhej siç e përmendet ju, po keni krijuar doktor dhe profesor. Një gjë të cilën ne nuk mund të arrijmë. Edhe po të arrijmë doktoraturën e kështu me radhë, ne do të nxjerrim doktor profesor. Mirë, po ju jeni profesorët apo profesoreshat e para që keni nxjerrë gjeneratat e arta. Dhe besoni nuk ka luajtur rol titulli. Ka luajtur rol dashuria që u keni dhënë nxënësve, flas edhe unë për vete nga profesorët e mi, sakrifica, dëshira e madhe për të parë një gjenerat të përparuar. Dhe të gjitha këto që ne jemi sot janë fal jush dhe fal prindërve tanë. Andaj unë lutem Allahun xhaleshanu që t'ju shpërblen, sepse ju e keni marrë titullin, ju dhe të gjithë profesorët tanë, ata të cilët shikojnë dhe ndëgjojnë, e keni marrë titullin doktor Qemoti. Ju falemderit shumë për këtë vlerësim dhe respekt, ndjehem shumë krenare, po besoni se edhe e din edhe gjithë ato gjenerata tona që kemi kalu, sfidat në kohën kur unë kam qenë medresante, ka qenë viti 88-92, edhe ka qenë periudhe e komunizmit, me vetë faktin se kam qenë edhe nxënëse e rregullt e Gazius Rebeut në Sarajev, e dim se 92-shën edhe filloi lufta, po sidoqoftë atë aso kohë kemi qenë ne ish sistemi monist SFRJ, do të thotë Jugoslavia, kështu që ne kemi qenë një riaset. Dhe më kujtohet, më motivove apo më inspirove, patjetër e kom të përmendi këtë fakt që nuk e kom thonë asnjëherë. Unë si nxënëse, mezi se e kuptoja gjuhën arsim, viti parë në medrese në Sarajev, dhe vinte reisi edhe përfaqësues të riasetit, që aso kohë pak më vonë kemi pas nder ta kemi reis edhe hoxhën tonë të nderuar të ndjerin Selimovskin, pra që ishte, po ato na thonin ju të Maqedonisë, vi dolje, ashtu shpreheshin, ju atje që jeni të Maqedonisë, jeni shkak që ne funksionojmë si riaset, se investimet e juaja, zeqatit, të dhënat, asnjëherë nuk na lini që ne të ndjejmë mungesë për realizimin e gjitha projekteve në kuadër të aso kohë pra të Bashkisë Islame të SFRJ-s.
Atëherë, duke shku nga fakti se Sarajeva dhe muftinit tjera kanë qenë në nivellet ndryshme, ne kemi qenë të Maqedonisë flamurtar në mbështetje të Islamit dhe shife elhamdulillah për ne ka qenë kjo edhe obligim moral, beso, po edhe kënaqësi shpirtërore. Unë asnjëherë nuk mund ta llogaris angazhimin tim në medrese si punë, se ne asnjëherë nuk e llogaritim minutën edhe kohën kur do të bjerë zilja. Neve na përfundon orari i punës, atëherë kur përfundon aktiviteti, angazhimi, nëse kemi musafir, këtë mund të vërtetojnë edhe nxënësit, edhe ato gjithmonë na përkrahin, na shoqërojnë, vizitat që i bëjmë në për muftinit tjera, musafirët që i presim, aktivitetet që zhvillohen, edhe ne emocioni jonë të qëndrojmë, të shërbejmë, të jemi në medrese, është me dërtet shumë ma i madhë se vetëm profesion, si që ushtrojnë profesionet, është pjesë e punës, mbaron orari punës, dalish, shkojsh edhe aty përfundon. Pra, misioni jonë, daveti, thirrja, rruga në fenë e Allahut, ka qenë ashtu si që dhe potencove, si që potencuat ju, jo vetëm në kuadër të medreses, po edhe aktivitetet jashtë asaj, sidomos arsim ka pas shumë nevojë këtu të gjinia femrore, të gjallërohet kjo pjesë. E dim se në vitet e mëhershme ka pas shumë pak aktivitete për gjinin femrore, ndërsa sot, elhamdulillah, prandaj edhe unë krenohem me nxënësit tona, se ato kanë arrit shumë, edhe titull shkencor edhe akademik, po kanë edhe shumë mundësi edhe fusha për veprim, që besoj, inshallah, ashtu si që është hafizja jonë nderuar, po ja si vjetë me shumë krenari, mund të theksoj, potencoj se është edhe nxënëse e gjenerate, e zgjedhur, e cila ende nuk e di se ku mendon ajo t'i vazhdoje studimet, po pavarësisht ajo ku do të vazhdoje, unë e di se do të arrijë kulmet e suksesit. Me siguri këtu e kemi edhe atë pjesën e Kur'anit famëlart, e hifzit që e potencoj, dhe memorizimi i Kur'anit në zemrën e një të riu, si që kemi shembull pra nxënësen tonë Amrën, ja ka lehtësu, kur të themi ja ka lehtësu rrugën e medreses, jo se ajo i ka pas mësimet gati, po dashuria e madhe që e ka për Zotin Allahun dhe ajo ka qenë shumë e flakt, jo vetëm ta mësoj mësimin dhe ta merr një notë, po të thellohet dhe të zhytet në mësimet dhe detrat e njohurive islame. Kështu që sot unë besoj, shpresoj hafizja jonë nderuar, kudo që të vazhdoj studimet, ajo do të kthehet dhe unë prej sot bëj dua dhe shpreh dëshirën time që ajo nesër të jetë një kuadër brenda neve bashkë me ne, të hapërojmë, të vazhdojmë sfidat e radhës të medreses, inshallah. Inshallah. Do të vazhdojmë pyetjen e radhës për Amrën. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha gjatë këtyre 4 viteve? Po, sfidat e një nxënësi dihen, janë ata netët pa gjumë, ndoshta edhe frika se a doja dalësh, po si medresante ndoshta balancimi i mësimeve fetare me ato shkencore ishte sfidë në vete, ndoshta shpeshherë ishim në dilema se a doja dalim deri në fund, po ato momente na bën t'jemi ende më të forta. I ka këto medreseja. Më thënë është, jo rastisht edhe përmendi profesoresha, se është sfidë, do të mësohesh shumë, por me kalimin e kohës mësohesh. Dhe duhet një balans, po e them profesoresh, balans perfekt të arrihet mes shkencës dhe fesë. Edhe menaxhimin e kohës. Menaxhimi i kohës, po. Pyetja radhës është për Edinën. Edina gjatë tyre 4 viteve që ke qenë në medrese, çfarë ke mësuar më shumë prej medreses? Çfarë të ka dhënë më shumë medreseja? Diçka të cilën ti do ta veçosh ose Ma ka mësuar që t'jem më fort dhe t'jem më disiplinuar dhe t'jem gati për çdo gjë që do të vijë pas. Çdo gjë që do të vijë pas nga jeta, çdo gjë e cila do të ofrohet nga jeta, ti je, domethënë, e gatshme që ta përballosh. Kur i jepni këto përgjigje, besoni që profesorësh e di dhe fjalët që do i thonë pastaj, por arsye se janë përjetime të cilët ne të gjithë kemi pas, flas edhe nga vetë jeta në medrese. Dhe
është një emocioni i veçantë, por medreseja si shtatë e dina të përgatitëm për jetën në atë mënyrë që nuk do ta thoja se ndonjë shkollë tjetër të përgatitë. Nuk flas vetëm në aspektin arsimor, flas në çdo lloj aspekti. Profesorish, dalim të pyetja radhës për ju. A keni nxënëse nga medreseja të cilët sot shërbejnë në fusha të ndryshme, jo vetëm në fushën teologjike, por fushën e mjekësisë, ekonomisë, pedagoge, psikologe, kështu me radhë? Po, elhamdulillah, dhe këtë ne e përmendim dhe për ne është shumë kënaqësi. Këtë vit ne për disa, si që dim se gjatë viteve të Covidit që i kishim pengesat dhe ndalesat e veprimit me prezencë fizike, si shkak i kësaj neve këtë vit kemi pas disa takime të gjeneratave, do të thotë si mungesë të realizimit gjatë kohës së Covidit, dhe diku deri 3 gjenerata si vjet që i patëm takime të gjeneratave erdhën dhe na prezentuan, i rifreskuam të dhënat se ku ato kanë mbaru, ku janë tash, janë të kyçura, dhe besoni shumicën prej këtyre dhe ne nuk i kishim ditë, një nxënësja jonë është përkthyese në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Kemi mjeke në Gostivar që ka përfundu, një kohë ka punu edhe në Shkup si praktik, po tash i ka ordinancën e vetë dhe vazhdon të punoj, do të thotë si mjeke diplomuar. Kemi edhe mjeke tjera që do të thotë nxënëse që kanë përfundu, akusheri, ekonomi, pedagogji. Për momentin në shkollën ekonomike është një sociologe që është medresante, edhe kështu me radhë. Edhe pse më herët tek popullata arsim njerëzit mendojnë se ne përgatisim vetëm për Kur'an dhe për xhami, vetëm fushën fetare të teologjisë. Nuk o e vërtet dhe nxënëset tona në gjitha fushat ku kanë ato dëshire shohin veten, janë shumë të suksesshme, po edhe ma kanë fillu, ashtu si që thash, të kontribojnë në shoqërinë tonë dhe të jenë prezente. Dhe kjo për ne paraqet besoni kënaqësi të veçantë, kur thonë për ne e përfshiktu, normal sot unë nuk e përfaqësoj vetëm vetveten time, e përfaqësoj gjithë medresejnë paralele në vajzave në Tetov, duke u nis prej koordinatorit, profesor doktorit Beqir Mehmeti, i cili për shkak të udhëtimit në Haxh nuk është sot me nebe, edhe gjithë stafi pedagogjik, pra të cilët ndër vite kontribojmë dhe jemi bashkarisht hapërojmë dhe e sfidojmë kohën. Pra, thonë, shumë bukur e potencuat për ata të gjithë ata të cilët ndëgjojnë dhe shikojnë këtë podcast, se medreseja nuk është pengesë për të zhvilluar në pjesë tjera të jetës, në sfera tjera të jetës, por përkundrazi është nxitje, është urë lidhse që ndihmon të reja dhe të rinj që përveç aspektit fetar të japin kontribut edhe në pjesët tjera. Unë do të vazhdoj me pyetjet për nxënësit, pyetja radhës do të jetë për Amrën. Si të ka ndryshuar medreseja si person gjatë 4 viteve? Gjatë këtyre 4 viteve, qëllimi i profesoreshave atë që e kemi hasë edhe ne, ishte që të mësojmë jo vetëm për nota, dhe mësimin që e kemi marrë në medrese na ka formuar neve si karaktere të ndryshme, dhe si cila është më ndryshe se tjetra dhe më e fortë se tjetra në secilin aspekt, dhe ato mësime na kanë bërë që ne jetën të shohim më ndryshe, na kanë formuar me karaktere të forta dhe ta shohim jetën dhe të reagojmë më ndryshe. Jeta për ne të jetë e hapur për të gjithë dhe të punojmë për ato që kemi mësuar. Dhe besoj që keni mësuar shumë nga medreseja, keni jetuar shumë nga medreseja, por ajo që më së miri din ta bëjë medreseja është që ta përgatit atë që potencuam në fillim një nxënës apo një nxënëse për jetën, dhe ta ndryshoj, kur them ta ndryshoj, ta formsoj, ta ndryshoj për të mirë. Dhe sot ju jeni dëshmitar të asaj që keni jetuar për 4 vite. Përveç kësaj, është edhe pjesa e besimit. Do dalim me pyetjen e radhës për Edinën. Edina, Ambra e ceki se si ka ndryshuar medreseja si person. Ty po të pyes si ka ndikuar në besimin tënd.
më ka forcuar shumë në besim dhe më ka ndihmuar të kuptoj më thellë fen. Në medrese kemi pasur mundësi që të thellohena më shumë në mësimin e pejgamberëve, në jetën e tyre, se si ka qenë jeta e pejgamberëve, dhe ne inshallah do të përcjellim brezave të ardhshëm. Inshallah. Pasi që brezat e ardhshëm, një vajzë apo një femër e shkolluar, edukuar, me moral të mirë, me edukat fetare, padyshim se është mësuesja më e mirë e një gjenerate, apo edukatorja më e mirë e brezave të ardhshëm. Allahu lehtësoft këtë rrugë dhe ju dhash sukses. Amin. Profesorë, do dalim përsëri te ju, sot ju kemi bombarduar me pyetjet nga më të ndryshmet, por janë pyetjet e cilat të gjitha ata që ndëgjojnë besoj se ju interesojnë edhe ndoshta asnjë nuk i kanë ndëgjuar këto tema, apo këto biseda, apo këto të arriturat e medresesë. Profesoresh, do të dalim pak te medreseja. Çfarë ka ndryshuar, si ka avancuar nga gjenerata e parë, pasi që jeni prej fillimi? Edhe më së miri mund të na tregoni se gjatë këtyre viteve, prej 2004 deri sot, për 22 vite, çfarë ka ndryshuar, si ka ndryshuar avancimi i medresesë kështu më radh? Po besoni se ti përgjigjesh kësaj pyetje nuk është e lehtë, njëherë se kemi kohën e kufizuar, pastaj na duhen gjatë viteve ti kemi gjitha të dhënat e sakta se në cilën hap, po kuptohet këtu do të tentoj të po në mënyrë koncize shumë shkurt, se medreseja ecën në hap me kohën, sfidat që i kemi pas ndër vite kanë qenë njëherë aspektit fizik, shumë pak klasë objekti vogël, pastaj shkon këtë aspekt unë bë objekti ri me kushte shumë të mira. Me kalimin e kohës ashtu siç sfidon teknologjia, do të thotë zhvillimi i teknologjisë, edhe ne duheshte të jemi në hap me kohën dhe ne ka disa vite që në medrese i kemi të kyçura edhe tablot e menqura, edhe rrjetet sociale, për projekte, për organizime, për menaxhimin e orës në mënyrë më të mirë, dhe elhamdulillah si zgjerimi i aspektit fizik pra të shkollës, i kemi të gjitha kushtet, me kalimin e kohës i kemi shumë mirë. Por, ajo që ka sfidu dhe më tepër ka të bëj është pregaditja. Edhe në aspektin e pregaditjes, sfidë më e madhe e kemi pas, pra disa vite që ka qenë mos akreditimi i medresesë, mos regjistrimi në Ministrinë e Arsimit, dhe kjo ka qenë ajo sfida më e vështirë, më shumë pengesa që na ka bë. Po elhamdulillah fal Allahu dhul xhelal dhe rrjedhave si kanë shku, tashmë edhe kjo është sfidë e kaluar. Vitin e kaluar edhe këtë vit Ministria e Arsimit është e hapur, i ka hap dyert, procesi çdo gjë është e rregulluar dhe edhe akreditimi është i përfunduar. Kuptohet, Ministria e Arsimit është kyç këtu dhe gjitha nevojat, kërkesat, reformat që dash të bëhen janë bën planin, do të thotë kurrikulat e lëndave të medresesë janë, dhe ne veç 2 vite i realizojmë këto dhe shkojmë me këto kurrikula të reja, edhe kjo është si sfidë pra e të i kaluar. Dhe e dinë edhe nxënësit, sidomos gjeneratat e kaluara, se kjo ka qenë një problem apo sfidë më e madhe, po elhamdulillah edhe kjo tash është të i kalu, dhe medresantet ma janë të hapura dhe janë paralel në Ministrinë e Arsimit si gjitha shkollat e mesme që janë në Republikën tonë. Elhamdulillah, tash kjo cekëm parës se kemi pasur nxënëse të cilat vazhdojnë të japin kontribut mjekësi në lëndë tjera, të cilat kanë sakrifikuar, ndoshta kanë bërë edhe një shkollë tjetër, por e gjithë kjo falë aftësisë që kanë fituar në medrese, ndërsa sot e kanë shumë më thjeshtë. Dhe është një hap shumë i rëndësishëm për të gjithë ne, që në të ardhmen të kemi sa më shumë mjekë të cilët i fikson Allahu xhaleshanu dhe e dinë peshën dhe rëndësinë e obligimit që marrin mbi supe, profesor, teolog, ekonomist, pedagog e kështu me radhë. Prandaj falenderojmë Allahun xhaleshanu dhe të gjithë ata që kontribuan në këtë pjesë që sot medresantët mund të lirisht të regjistrohen në fakultetet e ndryshme. Do të vazhdojmë me pyetjet e radhës për
pyetja radhës është për ju, Hafize. Cilët janë planet për jetën? Profesoresha tha parë se nuk e di çfarë ka vendos, ku do të vazhdoje. E tash më tregosh, a do vazhdoni teologjinë, a do vazhdoni këtë drejtim që e keni në medrese? Po, përderisa që në fëmijëri kjo ishte ëndra ime dhe në medrese mu plotësua të përvetësohem ende më shumë në këtë drejtim të teologjisë, duke pasur edhe si krah edhe hivsin, profesoresha çdo herë na kanë thënë kurse teologjia nuk është vetëm si profesion, por është mision jete dhe unë këtë dua ta arrij edhe në vazhdim. Padyshim se do i vazhdoj mësimet dhe studimet për teologji më tutje. Inshallah, dhe vazhdimisht keni sukses. Inshallah. 99% profesoresh mision, 1% profesion. Vërtet, pajtohem plotësisht. Tash një pyetje për të dyja. Fillimisht do japem hapësirë Dinës të përgjigjet. Nëse sot e ke përfunduar klasën e 8, edhe jepet mundësia që sërish të zgjedhësh një shkollë të mesme, a do ta zgjidhje sërish medresen? Po, padyshim që do e zgjedhja medresen prapë që unë të jem në këtë shkollë. Amra? Po, më dyshje se po. Është vendi ku aty u formova dhe jam sot këtu ku jam fal medreses. Alhamdulillah. Dhe për në fund, vajza, një mesazh për të gjitha ata vajza të cilat e kanë përfunduar shkollën fillore, nuk e dinë se ku të regjistrohen, kanë dyshime se ku të regjistrohen, ose duan të regjistrohen në medrese, por nuk dinë asgjë rreth medreses. Çfarë do t'ju thoni atyre vajzave, Edina? Atëherë, pas mbarimit shkollës fillore, derti jonë dhe i familjes është se ku do të regjistrohen anë, dhe padyshim se do isha thënë nëse ju jepet mundësia ta zgjedhin medresen, sa ai është vendi ku ato do të ndjehen më rehat dhe më sigurt dhe do dëshirojnë që përsëri të kthehen. Amra? Të mos dëgjohen paragjykimet nga jashtë, po të vinë dhe ta përjetojnë vetë. Medreseja është shumë më ndryshe dhe të bën të shohësh në shumë aspekte si jetën, po edhe vetë të ndryshon si person. Andaj ne i mirëpresim, ashtu siç na pritën ata të cilët ishin para nesh, dhe ne i mirëpresim dhe i ftojmë ata të cilët duhet të marrin këtë vendim, se medreseja do ofroj shumë të mira. Unë vetë si medresante, medreseja më realizoi shumë ëndra. Ka pasur nxënëse ku edhe librat e tyre janë botuar me ndihmën e medreses. Unë si vetë nxënëse medreses kam marrë pjesë në shumë aktivitete, ku aktivitetet e medreses janë pjesë ku neve na formsojnë, paraqitjet në skenë, na japin më shumë vetbesim dhe të jemi ato që duhet të jemi. Allah ju shpërblet për këtë këshill. Profesoresh, dëgjuam këshilla dhe mesazh nga këndvështrimi i nxënësve. Tash një këshill nga këndvështrimi i profesoreshës për të gjithë ata nxënëse apo ata vajza të cilat duan të regjistrojnë në medresen. Në medrese kudo që të jetë, po sidomos tu në të vend tonë të bukur. Po. Ne, edhe pse më the pak para se na keni bombarduar me pyetje, unë mendoj se shumë gjëra na kanë ngel pa përmend, ashtu siç Hafizja jone përmendi, tha medreseja ka shumë aktivitete të lira të cilat ne prezentojmë në opinion, po prezentimi jon 1 orësh mendoj se nuk mjafton të tregoj gjithë atë aktivitet punë e madhe që zhvillohet në medrese. Ja e dinë edhe maturantët që kanë qenë edhe vetë prezent, si Edina, si Hafizja jone nderuar, kanë qenë të kyçura në disa aktivitete, si në aktivitetin e korit të medreses që realizohet gjatë tërë vitit, dhe ne si praktikën e Ramazanit në për xhamia, si prezentimet në për aktivitetet e objekti i muftinis, po edhe në Pallatin e Kulturës, kur i kemi programet, i kemi nxënëset tona që them ashtu na bëjnë gjithmonë krenare. Do thotë është aktiviteti i korit në udhëheqjen e profesor Nurxhilit, Nurxhil Sadikut që realizon ndër vite me shumë përkushtim, me shumë sukses. Kemi aktivitetin e ekspozitës apo punës së dorës që realizohet në medrese. Është interesant se ne e dim se Turqia është e njohur për shkrime ebru, për kaligrafi, për punime dorës, si zanate, po të ne kjo është e pa njohur. Po këtu falë profesoreshës që e kemi si Ndysë Zeqirit, ajo është në krye të këtij aktiviteti, ajo i përgatit nxënësit, i menaxhon, i udhëzon, i zgjedh, punojnë bashkë, dhe në fund neve na prezentojnë në ekspozit me punime
shumë të arta dhe shumë të veçanta që besoni tash vizitorët që i kishim edhe nga Turqia, kur i shofin, ato habiten e thonë çfarë profesionisti kanë punu këto. Nuk besojnë se janë të dalura nga dora e nxënësve në kuadër të procesit arsimor, pra që bëhet në medrese. Pastaj kemi grupin letrar, kemi grupin e këndit të librit, kemi grupin e recitimeve që në kuadër të grupit të recitatorve e kështu me radhë, pra ka shumë aktivitete të cilat zhvillohen në medrese. Ne e thamë edhe deri tash, jemi në kohën kur matura, do të thotë maturantët shumë nxënës përfundojnë dhe marrin rrugën e re të jetës, po shumë nxënëse të reja janë në udhkryq edhe në sfidë se ku do të vazhdojnë. Unë mendoj se do t'i kisha këshillu rinin, ta mendojnë pak më thellë, ta njohin vetveten pak më thellë. Është rëndësishme një nxënës para se të kyçet në një aktivitet, në një qëllim, ta njeh veten sa është i përgatitur për atë drejtim dhe sa mendon ku e sheh veten, ku do të arrijë. Medreseja si shkollë e mesme 4 vjeçare që i mëson një semimaturanti ta zgjedh, është shumë e rëndësishme se këtu kemi një evaluim të vazhdueshëm në 2 fusha, ajo që më tepër sot i duhet një të riu. Fusha paralel të themi që është diploma, nota, mësimi, dija, që arrihet me një shkollë, po krahas kësaj medreseja krijon identitet tek një i ri, tek një nxënës, krijon njerëzshmëri, krijon ndërgjegje, krijon atë që një prind don ta shoh tek fëmija i vet. Ashtu si që the më herët na kujtove shumë bukur, 2 persona janë që duan ta shohin nxënësin më mirë dhe këtu janë prindi dhe profesori dhe ne me të vërtet gjatë gjithë sfidave të shkollimit e kemi për qëllim që një medresant, pra si qendrorje, pra si që përmende edhe ti medresen e djemve pra në Shkup, edhe një medresante, pra një i ri në këtë institucion në ombrellën e medreses Isabeu, të jetë një individ i dobishëm për vetveten e vet, për familjen e vet, të jetë i dobishëm për prindërit e vet, po edhe i dobishëm për shoqërinë. Është shumë rëndë të arrihet me këtë rini të sotit ky rezultat. Se në përgjithësi ne kemi diploma, kemi të arritura në aspektin material, po e dim se gjithë bota lufton me aspektin shpirtëror apo moral. Unë më tepër do ta kisha quajtur shpirtëror, se më duket si koncept më i gjerë, edhe aty përfshihen se si kundër e ndjej veten se dia kam të drejtë, kur thon veç moral sikur e sakatosi këtë pjesë të shpirtërores. Pra kemi të bëjmë me një përgatitje shpirtërore shumë të fuqishme që e ofron medreseja. Andaj unë do t'i kisha do t'ju kisha bë thirrje, po përsëri është kuptohet se edhe vetë Allahu kur na thirr neve në Ikra, lexo dhe mëso, nuk na thirr që të rrim vetëm në xhami, po të ashtu siç the më herët, na thirr që të jemi një doktor besimtar, një profesor besimtar me ndërgjegje, një çfarëdo profesioni, ekonomist e kështu me radhë, na bëjnë halal apo kërkojnë falje ato që psikologji dhe gjitha drejtimet, menaxhere, gjitha ato sfidat e kohës që janë drejtimet e reja, po të gjitha këto, kur je një personalitet i formsuar, edhe me atë pjesën shpirtërore, atëherë jep kontribut shumë për islamin, po edhe për shoqërinë tonë.
Andaj shoqëria jonë, rinia jonë, sidomos arsim, ka sfida të shumta, ka sprova të shumta në këtë kohë. Andaj, nëse dikur, kur ka qenë më herët, prindi, familja e ka pas 90% të themi ndikimin edhe mbikëqyrjen tek fëmia i vet, sot kjo nuk ndodh. Sot nuk du ta përmendi me përqindje, se unë vet jam prind, po përqindja e rolit tonë si prind në ndikimin tek fëmijët tonë është shumë e ullët. Sot neve fëmijët tanë më tepër i edukojnë, apo fëmijët tanë marrin më tepër të them ashtu reciprocitet ka të boje, jo vetëm nga njëra anë, se edhe fëmijëve sado që t'i fol një prind, ai mendon se prindi nuk din, po rrjetet sociale janë ato, do të thotë edhe kjo pyetjet e IT-a, ato pyetjet që bëhen në për mendimit po artificial e kështu me radhë, ato mendojnë se ju japin më tepër mbështetje dhe përkrahje dhe edukimi më tepër ato e marrin. Për fat keq ne e shohim se në fillim kur filloi zhvillimi i shpejt marramendës i teknologjisë, ne të gjithë edhe si shkolla edhe si profesor, na duhet telefon, na duhet iPad, na duhet laptop, na duhet kështu, mirë po tash shumica e psikologëve, logopedëve dhe edhim pedagogëve që dalin me thirrjen, mesazhin tek rinia, sa më pak përdorim të celularëve, sa më pak telefona, sa më pak përdorim të teknologjisë, të ri fëmia të shoqërohet me fëmijë tjerë, të luaj, të jetoj kohën e vet, ta di atë që duhet ta di në atë kohë, jo të shkoj me pyetje në të mëhershme të parakoshme, të cilat edhe në mosha shumë të hershme këto brez të fëmijëve i shqetësojnë. Të shkoj atje, të bëja që kur shkon atje, edhe kështu duke u zhyt në për fantazi, po edhe në streset që dërgojnë në shumicën e rasteve, për fat keq që unë nuk do kisha dash këtu sot t'i përmendi. Andaj, medreseja është pra një vatër arsimore ku në moshën më delikate, ku është rinia, do të thotë pas semimaturës e deri në 18 vite kur kemi edhe pjekurin si pas ligjit pozitiv, është kjo kohë kur ajo mësohet dhe merr përfiton shumë. Unë me shumë kënaqësi, me shumë dashuri, i kisha ftu të gjithë të rit, që të përzgjedhin medresen, të bëhen pjesë e stafit tonë, të jemi bashk, të hapërojmë bashk, si në medresen e djemve në Shkup, po edhe të paralelet e vajzave të shtrira që janë në tërë teritorin e Maqedonisë, dhe do jetë kënaqësi për ne ti kemi staf dhe të jenë nxënës të medreses. Andaj thirrja ime është le të urdhrojnë, jemi para regjistrimeve dhe shpresoj se një numër të madh të tyre do t'i kemi në bankat tona dhe në shkollën tonë. Inshallah, inshallah. Lutim Allahun që të rritet numri i medresanteve, po dhe i nxënësve në përgjithësi, për arsye se kohëve të fundit shohim një numër të jashtëzakonisht madh të nxënësve, sidomos nëpër fshatra, në qytet nuk e di sa vrehet, migrojnë dhe lënë vendin, bankat mbeten bosh, shkollat mbeten bosh. Kështu që lutim Allahun xhashanu që të shtohet numri i medresanteve, po numri i nxënësve në përgjithësi. Profesoresh, faleminderit që ishit pjesë e këtij podcasti. Ju falenderojmë që ndajtët kohë të na tregoni nga eksperjenca juaj si profesoresh në medrese, po edhe më herët të cekët si nxënëse që keni qenë. Besoj që këto fjalë do të jenë motivuese për të gjithë nxënësët, apo të gjithë vajzat dhe djemtë të cilët duan medresen. Gjithashtu do t'i falenderoj sot special nxënësit e medreses, sepse këto sot kanë folur nga vetë jeta që kanë kaluar në medrese, nga vetë përvoja që kanë pasur gjatë tyre 4 viteve në medrese, dhe besoj se për të gjithë ata të cilët kanë pasur më dyshe deri sot, kanë marrë informacion, po themi, nga dora e parë. Nga vetë njerëz të cilët kanë jetuar në medrese, nga profesoresha që është gati, jo gati, po 22 vite në medrese, që për fillimit, dhe besoj se çdo dyshim që kanë do të largohet në momentin që do ta ndëgjojnë këtë podcast. Unë ju falenderoj shumë që ishi pjesë e këtij podcasti. Lutem Allahun xhashanu që ju shpërblen me mirësitë e tjera në të dyja botët dhe të vazhdoni të kontriboni për këtë vend, të vazhdoni të kontriboni për brezat e rinj dhe të vazhdoni të jepni mbrapsht shoqërisë ato që ju ka dhënë deri më sot.
Profesoresh, Allah ju shpërbleft. Ju falenderojmë edhe juve për ne besoni ishte kënaqësi edhe një moment shumë i veçantë që na mundsu të jemi të flasim për të diskutojmë çështjet e shkollës tonë, e pjesës së jetës tonë që ne kemi të përditshme. Për ne ishte nder kënaqësi, për juve shumë respekte. Faleminderit, edhe pse koha shumë e shkurtë për të folur për madhështinë, bukurinë, mrekullinë, nuk di me çfarë fjalash të përshkruajmë medresen, por besoj që këto fjalë që i thanë deri sot do të mjaftojnë për të nxitur dikënd që të jetë pjesë e jona në të ardhmen. Faleminderit edhe një herë. Allahu xhashani ju shpërbleft dhe suksese më të tjerë. Faleminderit. Të nderuar shikues, të nderuar dëgjues. Sot biseduam për medresen Isabeu, për kënaqësinë e të qenurit medresant apo medresante. Sot patëm informacione nga dora e parë, po themi nga vetë nxënësit të cilat jetojnë medresen. Për medresen, ne shpesh për shkollat themi një periudhë 4 vjeçare kështu më radh, por unë dhe të gjithë ata të cilët kanë qenë medresant, periudha medreses nuk është vetëm periudhë 4 vjeçare shkollimi, por është jetë, është botë në vete. Dhe sot të gjithë ata të cilët kanë dyshime rreth medreses, atë të vazhdojnë shkollimin apo të mos ta vazhdojnë shkollimin, patën informacione nga dora e parë, nga vetë nxënësit të cilët këtë vit janë edhe maturante. Patën informacione nga profesoresha e cila është prej fillimit të medreses Isabeu, paralele a vajzave në Tetov. Andaj të gjithë ata të cilët duan që të jenë pjesë e medreses, duan që të jenë pjesë i këtij rrugëtimi kaq të bukur, mjaftojnë që të pyesin ata të cilët kanë qenë vetë pjesë e kësaj. Mos ndëgjoni paragjykimet, mos ndëgjoni fjalët e njerëzve jo vetëm për medresen, por për asnjë shkollë apo drejtim tjetër. Thjesht pyesni ata të cilët e kanë përjetuar atë vend, atë edukim, atë shkollë. Të nderuar prindër, nëse dëshironi që t'i bëni vetvetes tuaj dhurat fillimisht, pastaj fëmijëve tuaj, mundohuni që t'i drejtoni në dyert e medreses, sepse aty nuk mësohet vetëm shkenca, aty mësohet se si të respektohet prindi, si të respektohet fëmijë, si të respektohet familjari, si të respektohet tjetri, si të respektohet vetvetja dhe mbi të gjitha si të respektohet Allahu xhaleshanuhu. Dhe dhurata më e mirë që mund t'ja bëni një shoqërie për t'i dhënë mbrapsht atë që ne çdo ditë i marrim saj, është t'i jepni shtëpisë tuaj, rrethit tuaj dhe kësaj shoqërie një medresant apo një medresante. Lutem Allahu xhaleshanuhu që të gjithë ata të cilët kontribuojnë në medrese, në çdo shkollë tjetër, Allahu xhaleshanuhu t'i shpërblen. Mirë po, në medrese ne mundohemi që gjithmonë të kemi një balancë mes dijes, shkencës, fesë dhe moralit. Andaj ofroni fëmijës tuaj një balancë në medresen Isabeu. Dhe këtu atë që cekëm edhe në fillim, me që më është dhënë rasti të gjithë ata profesor apo ata profesoresha të cilët e ndëgjojnë dhe e shohin këtë podcast, duhet t'i falenderoj pafundësisht që ishin shkak që ne të arrijmë sot ku jemi këtu. Sa kemi qenë nxënës ndoshta nuk u kemi ditur vlerën, sa kemi qenë nxënës ndoshta nuk kemi arritur t'i falenderojmë atë sa duhet, por sot ne kuptojmë peshën dhe vlerën e tyre. Andaj kudo që të jeni, profesor të dashur, Allahu xhaleshanuhu ju shpërbleft për mundi që keni dhënë që të na edukoni dhe të mbrijmë ne këtu ku jemi. Deri në podcastin e ardhshëm, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.